ai që ka fitu zgjedhjet, nëse ka logjik demokratike, e lexon kështu rezultatin e zgjedhjeve. Pra e lexon se është i këtill. Nëse ka logjik regjimi, që në fakt kjo logjik po ndodh me Kurtin, ai nuk dëshiron vendimarrje të përbashkët ose ndarje të vendimarrjes. Besoj se situata është si vijon. Pra qytetari ka votu, populli ka votu. Sot jemi deputet të zgjedhur. Ky rezultat kërkon bashkë vendimarrje ose vendimarrje të përbashkët. Nuk i ka dhënë një shumicë të duhur partisë fituese dhe kuptohet për të arritur në krimin e eleksioneve kërkohet vendimarrje e përbashkët. Ajo që kem pa deri tani është një pozicion i qartë që nuk ofron bashkëvendimarrje ose vendimarrje të përbashkët, po ajo është ofruar opozitës për përfitimin në pushtet. Pra me i dhënë përfitime ose pjesëmarrje në pushtet. Kjo nuk e reflekton rezultatin. Pra dallimin mes numrit të deputetëve shqiptar, po flas, të pozitës dhe opozitës, nuk është aq i madh sa që vetëm fituesi i zgjedhjeve të mban vendimarrjen. Për me thjeshtu edhe më shumë, nga dy postet e para, në këtë rast kryeministri që është posti kryesor, sepse udhëheq qeverinë, ekzekutivin, dhe presidenti, njëri nga të dy postet, në bazë rezultatit zgjedhor, i takon opozitës. Ai që ka fitu zgjedhjet, nëse ka logjik demokratike, e lexon kështu rezultatin e zgjedhjeve. Pra e lexon se është i këtill. Nëse ka logjik regjimi, që në fakt kjo logjik po ndodh me Kurtin, ai nuk dëshiron vendimarrje të përbashkët ose ndarje të vendimarrjes, sikur se dim ne jemi republikë parlamentare, edhe pushteti janë ndame, parlamenti, ekzekutivi, edhe presidenca, gjyqësori në fakt, po presidenca është institucioni që unifikon vendin. Kurti po i kërkon të gjitha situatat ose pozitat ose institucionet vendimarrëse për vete dhe në një farë mënyrë po synon me poshtru opozitën, duke i ofru vetëm përfitime të pushtetit, pra vetëm pjesëmarrje në qeverisje. Kjo nuk është ashtu si ka vendosur qytetari, kjo logjik, pra është logjika e regjimit. Këta udhëheqësit e regjimeve totalitarë friksohen nga bashkëvendimarrja ose nga ndarja e vendimarrjes. Unë mendoj që opozita mundet me ndihmu në krimin e eleksioneve, por kuptohet duhet ketë bashkëvendimarrje, jo vetëm marrje pjesë në ekzekutiv që nën kupton pra vetëm përfitime për pushtet. Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka ushtruar shumë funksione, është kryetar shumë i suksesshëm i komunës Gjakovës, edhe shihen zhvillimet në Gjakovë, po treguohet edhe kryetari i suksesshëm i partisë që udhëheq, ka dëshmuar me rezultat. Pra më njëherë kemi ngritje, që është një situatë e re, por dallimi është shumë i thjeshtë, po mos e harrojmë gjithë. Bëhet fjalë, a pranon, a e lexon rezultatin udhëheqi i regjimit si bashkëvendimarrje apo jo. Nëse nuk e pranon se rezultati është bashkëvendimarrje, nuk ja ka dhënë qytetari i Kosovës votën për vendimarrjet si vetëm, për të udhëhequr në gjitha institucionet e vendit, për të pasur një kontroll absolut, e ndoshta me arsye. Pa ja ka zbrit votën, është e vërtetë që në përqindje ka, pa ja ka zbrit qindra mijë vota, nëse ai nuk e lexon kështu, i bjen që është e kotë, pra edhe mbajtja takimeve dhe çfarë do po e quaj arsyetimi publik. Është më e thjeshtë. Nuk mendoj që opozita e ndihmon Kosovën duke u bë pjesë e qeverisë Kurti vetëm për përfitime të pushtetit. Opozita kishte shumë me ndihmu Kosovën duke u bë pjesë e vendimarrjes. Pra, ky është dallimi, Aleanca nuk shënon, pra në asnjë variant vetëm përfitimet e pushtetit, por nëse kemi rol me ndihmu Kosovën në krimin e eleksioneve, në ndarjet vendime ose në bashkëvendimarrje atëherë po. Nuk është presidenti, njëra. Pra në marrëveshje me partinë fituese
mundet partia fituese me drejt, pra me kërku kryeministin, por mundet edhe me lëshu rrugë, dikush nga opozita mu bo kryetar qeverie, për shkak se ndërtimi i qenë në kupton edhe zgjedhjen e presidentit dhe është bashkëvendimarrja.